Mirë se vini në takimin tuaj javor me horoskopin VIP. Në këtë javë nga data 16 deri më 22 qershor 2025, yjet do të shkëlqejnë, duke ju udhëhequr shenjat e zodiakut në një rrugë aventurash, ndryshimesh dhe mundësish. Zbuloni se çfarë ka rezervuar fati qiellor për ju këtë javë. Nga Dashi tek Peshqit. Faleminderit që jeni pjesë e horoskopit interesant. Fillojmë me shenjën e parë. Dashi. Kjo javë për ty, Dash, nuk ka të bëjë me vrapimin me shpejtësi të plotë. Është koha ta kanalizosh energjinë tënde drejt asaj që ka vërtet rëndësi. Ndalo së humburi kohë në detaje të padobishme ose duke ndjekur situata që nuk e meritojnë vëmendjen tënde. Tani ke nevojë për drejtim, fokus, vizion. Shkaktësia jote është qelësi, por sekreti do të jetë të mësosh ta përdorësh atë në mënyrë strategjike dhe jo sipas instinktit. Dashuria. Beqarët, edhe nëse dashuria nuk është në qendër të vëmendjes suaj, kjo nuk do të thotë se nuk do ta bëjë të ndihet prania e saj. Mund të gjeni shikime intensive në kontekstet më të papritura, një takim, një ngjarje pune, madje edhe një radhë në banë. Por para se të shyteni në punë, pyeteni veten, a është kjo vërtet ajo që dëshironi apo thjesht një zbavitje? Në këtë fazë, tërhiqni ata që e njohin zjarrin tuaj të brendshëm, zgjidhni me kujdes dhe mos humbni energji emocionale për ata që nuk janë të gatshëm t'ju ndjekin. Si çift, mendja juaj do të jetë diku tjetër, ndoshta e përqendruar në projekte ose qëllime personale. Por mos harroni se kush është pranë jush. Partneri juaj mund të ndihet i lënë pas dore ose i lënë në harres. Mundohuni t'i kushtoni qoftë edhe vetëm një mbrëmje, një dialogu autentik ose një gjesti konkret. Një darkë e gatuar me kujdes, një masazh, një përqafim surprizë, akte të vogla që forcojnë lidhjet pa pasur nevojë për fjalime të mëdha. Pyetja e javës, apo i dëgjon vërtet ata që të duan, apo je shumë i zënë me veten? Shëndet dhe mirëqenie. Dashi është një shenjë zjarri, impulsiv dhe dinamik, por kjo nuk e justifikon lodhjen. Nëse po përjetoni një periudhë hiperaktive, është trupi juaj që ju kujton se edhe veprimi ka nevojë për rikuperim. Keni nevojë për aktivitete intensive, por të alternuara me momente dekompresimi. Një vrapim, një seancë stërvitore apo edhe një ecje e thjeshtë e shpejtë mund t'ju ndihmojë të çlironi tensionin. Por keni nevojë edhe për momente që janë vetëm për ju, në të cilat i lini mendimet tuaja të rrjedhin pa urgjencën e zgjidhjes së gjithçkaje. Kujdesuni për dietën tuaj duke shmangur sheqernat dhe ushqimet tepër të përpunuara, veçanërisht nëse i përdorni ato si një mënyrë për të shfryrë emocionet. Të ngrënit me vetëdije mund t'ju japë një përqendrim që ju mungon. Dhe nëse ndjeni stresin në rritje, në vend që të detyroni veten të rezistoni, jepini vetes një pushim. Kuraja e vërtet, ndonjëherë, është të ndalesh. Zgjimi pak më herët se zakonisht për të sqaruar qëllimet e ditës do t'ju ndihmojë të ndiheni më shumë në kontroll të kohës suaj dhe më pak në mëshirën e të papriturave. Mirëqenia juaj fillon në mendjen tuaj, jo në kalendarin tuaj të ngjeshur. Puna dhe karriera. Radari juaj është i fokusuar te suksesi dhe mundësia. Dhe lajmi i mirë është se diçka po lëviz, edhe nëse nuk mund ta shihni ende qartë. Kushtojini vëmendje shenjave, një takim i rastësishëm, një telefonat e harruar, një ish koleg që kthehet në jetë. Ato mund të jenë porta hyrëse për projekte interesante ose bashkëpunime fitimprurse. Nëse punoni vetëm ose po mendoni të filloni diçka vetë, tani është koha për të hedhur themelet. Megjithatë, mos u nxitoni, cilësia mbizotëron shpejtësinë. Dhe nëse jeni në një ekip, mos prisni që të gjithë të ndjekin ritmin tuaj. Në vend të kësaj, ndihmoni të tjerët të përfshihen, sepse entuziazmi juaj mund të jetë ngjitës, por edhe dërmues nëse nuk matet. Përqendrimi do të jetë një aleat i fuqishëm, më pak shpërqendrime, më shumë rezultate. Shkruani 3 qëllime për të arritur çdo mëngjes dhe përqendrohuni tek ato. Pjesa tjetër mund të presë. Tema e javës, marrëdhëniet shoqërore. Edhe nëse jeni të përqendruar në punë ose në qëllime personale, mos e neglizhoni rrjetin tuaj të miqve. Miqësitë e vjetra dhe të reja mund të jenë më të dobishme nga sa prisni. Një bisedë e rastësishme mund të hapë një derë profesionale ose thjesht të sjellë një buzëqeshje të sinqertë në fytyrën tuaj. Gjej kohë për t'i dërguar një mesazh dikujt nga i cili nuk e dëgjuar për një kohë të gjatë. Pa motive të fshehta. Vetëm për të ndarë, për të qenë i pranishëm. Merr pjesë në një event ose takim edhe nëse nuk e dëshirë, ndonjëherë vetëm një person mjafton për të ndryshuar energjinë e një jave të tërë. Shmangni dramat ose debatet e panevojshme, këtë javë zgjidhni përballjen konstruktive, jo konfrontimin. Energjia juaj është magjepse, por vetëm nëse është e lidhur me të tjerët. Koha për të vepruar, bëni vend për gjërat që kanë rëndësi. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është: kaloni 15 minuta në ditë duke bërë diçka që ju ushqen vërtet. Qoftë leximi, ecja në heshtje, shënimi i mendimeve tuaja, dëgjimi një podcast i frymëzues, bëjeni vazhdimisht. Sepse suksesi i vërtet nuk ndërtohet duke vrapuar gjithmonë, por duke zgjedhur se ku të vraponi. Ai që e di se ku po shkon, nuk ka nevojë të vrapojë. Ai vetëm duhet të ecë me qëllim. Demi. E njeh atë ndjesinë e dëshirës për të rregulluar gjithçka, por që ndihesh i mbingarkuar para se të fillosh. Kjo javë do të jetë e tillë për ty, Dem. Por kjo nuk është një shenjë e keqe, përkundrazi, është një shenjë se po del nga modaliteti automatik dhe po fillon të zgjedhësh me vetdije se ku ta përqendrosh energjinë tënde.
Po, do të ketë pengesa, por ti ke mjetet për t'u përballur me to një nga një, me këmbënguljen tënde proverbiale. Dashuria. Beqarët, dashuria nuk është mendimi juaj i vazhdueshëm këto ditë, por emocionet mund t'ju habisin vetëm kur jeni të përqendruar në diçka tjetër. Ndoshta një mesazh vjen nga dikush që e keni harruar, ose një takim i rastësishëm ju prek më shumë se sa do të doni ta pranoni. Nëse ndjeni zemrën tuaj të rrahë ngadalë, mos ikni, por mbani këmbët fort në tokë, siç është stili juaj. Lërini gjërat të rrjedhin ngadalë, pa i detyruar. Si çift, marrëdhëniet ekzistuese mund të jenë duke kaluar nëpër disa trazira, por nuk është asgjë që nuk mund të rregullohet me pak dëgjim të sinqert. Nëse ka pasur keqkuptime ose tensione që lidhen me menaxhimin e kohës ose përgjegjësitë, trajtojini ato me qetësi, pa akuza. Dialogu i vërtet mund të sjellë përsëri bashkëpunimin dhe ngrohtësinë aty ku tani ka vetëm rutinë. Pyetja e javës, po flet për të sqaruar apo për të pasur të drejtë? Shëndet dhe mirëqenie. Demi, për të ndier mirë, ju nevojitet stabilitet dhe rituale. Megjithatë, këtë javë mund të detyroheni të improvizoni më shumë se zakonisht. Mos lejoni që kjo të destabilizojë ekuilibrin tuaj të brendshëm. Edhe nëse ditët duket se po ju ikin, krijoni mikrorituale që ju ankorojnë. 10 minuta për veten tuaj çdo ditë janë të mjaftueshme. Një çaj bimor i përgatitur me kujdes, një shëtitje jashtë, një këngë që ju rilidh me veten. Trupi ka nevojë për vëmendje të thjeshtë, por të vazhdueshme. Shmangni vaktet e çrregullta ose të anashkaluara, edhe nëse jeni me nxitim. Një drekë e shpejtë, por e shëndetshme, mund të bëjë një ndryshim në humorin tuaj. Mundohuni të kufizoni konsumin e ushqimeve shumë të pasura ose të ëmbla kur jeni në stres. Ushqimi që të ngushëllon nuk është gjithmonë një aleat. Po lëvizja. Nuk ke pse të vraposh një maraton. Por duhet të lëvizësh. Edhe vetëm një shëtitje pas darkës mund të ndihmojë të çlirosh tensionin. Frymëmarrja e vetëdijshme gjithashtu mund të qetësojë atë ndjenjë presioni të vazhdueshëm që ndonjëherë të shoqëron. Duhet të rifitosh ndjenjen e kohës. Puna dhe karriera. Javë intensive në aspektin profesional. Do të ketë sfida, ndoshta edhe disa ngadalësime ose pengesa të papritura, veçanërisht në fushat burokratike ose financiare. Por është pikërisht në këto momente që besueshmëria juaj bën diferencën. Të tregoni durim, metodë dhe prani do t'ju fitoj pikë, edhe nëse nuk duket kështu në fillim. Nëse po mendoni për projekte ose bashkëpunime të reja, mos nxitoni të thoni po. Mundësitë vërtet të mira janë ato që qëndrojnë edhe pasi t'i keni vëzhguar nga afër. Nga ana tjetër, nëse jeni duke pritur një përgjigje ose një hap përpara në vendin e punës, prisni. Pjesa e dytë e javës do të sjellë shenja inkurajuese, por vetëm nëse e keni mbajtur kursin drejt në ditët e mëparshme. Shmangni trajtimin e shumë gjërave në të njëjtën kohë, në mënyrë që të mos humbisni nga syt objektivin kryesor. Nëse keni shumë gjëra për të bërë, filloni me ato që kërkojnë më shumë qartësi mendore në mëngjes dhe lëreni për në mbrëmje ato që mund të bëhen automatikisht. Tema e javës, financat. Çështjet financiare do t'ju mbajnë shoqëri në sfond, si muzika që ndonjëherë ju shpërqendron, herë të tjera ju motivon. Mund të përballeni me një shpenzim të papritur ose të rishikoni një plan që mendonit se ishte i qëndrueshëm. Mos u shqetësoni, me qasjen tuaj racionale do të jeni në gjendje të gjeni zgjidhje efektive, por vetëm nëse ndaloni së shtyri gjërat. Kjo është koha e duhur për të organizuar portofolin, llogaritë dhe zgjedhjet tuaja të shpenzimeve. Shmangni blerjet impulsive, veçanërisht nëse ato shkaktohen nga stresi. Në vend të kësaj, investoni në diçka që mund ta bëjë jetën tuaj të përditshme më të lehtë, një objekt të dobishëm, një shërbim që ju kursen kohë ose diçka që nxit mirëqenien tuaj. Koha për të vepruar, rifitoni kohën tuaj. Këtë javë, qëllimi juaj konkret është: zgjidhni një aktivitet çdo ditë që ju ndihmon të ndiheni në kontroll të kohës suaj. Qoftë fikja e telefonit për gjysmë ore, organizimi i financave tuaja, bërja e një gjëje në të njëjtën kohë me qetësi, secili prej këtyre gjesteve ju kthen tek vetja. Dhe kur demi është në qendër, asgjë nuk e lëviz atë. Rend i jashtëm, paqe e brendshme. Dhe ana sjelltas. Binjakët. Për ty, binjak, kjo do të jetë një javë e pezulluar midis heshtjeve dhe zbulesave. Do të ndihesh i largët nga bota ndonjëherë, sikur diçka brenda teje po kërkon një pushim nga shurma, nga detyrimet, madje edhe nga ëndrat. Dhe e di çfarë? Ke të drejtë të dëgjosh atë zë. Duhet të marrësh frymë, një hapësirë krejt tënde për të riorganizuar mendjen tënde dhe për të rizbuluar kënaqësinë e gjërave të thjeshta. Nuk ka asgjë të keqe të ngadalësosh, përkundrazi, është një akt i qartësisë së thellë. Dashuria. Beqarët, zemra është në një fazë vëzhgimi dhe jo veprimi. Ndoshta ndiheni të pastimuluar ose shumë të zhytur në mendimet tuaja për t'u hapur vërtet ndaj tjetrit. Mos detyroni asgjë, kjo nuk është koha për histori të mëdha, por për vetdije të vogla. Nëse dikush ju intrigon, merrni kohën tuaj. Lejojini vetes luksin të mos vendosni menjëherë, por të qëndroni për të vëzhguar ato që ju bën vërtet të vibroni. Si çift, marrëdhënia juaj mund të përjetojë disa ditë distancë emocionale. Jo sepse ka një krizë, por sepse po përpiqeni të gjeni një ekuilibër brenda vetes. Flisni me partnerin tuaj për këtë pa drama, më duhet pak hapësirë për të riorganizuar idetë e mia, e thjesht mund të shmang keqkuptimet. Pjesa e dytë e javës do të sjellë më shumë lehtësi, veçanërisht nëse arrini të rizbuloni vlerën e bashkëpunimit të heshtur. Pyetja e javës, apo i jepni vetes kohë për të kuptuar se çfarë doni, apo thjesht po ikni?
Shëndet dhe mirëqenie. Për një shenjë ajësie juaja e cila lulëzon nga stimulimi mendor, kjo javë kërkon një dietë emocionale me më pak kaos dhe më shumë qartësi. Truri juaj po përpunon kaq shumë gjëra në të njëjtën kohë, por nëse nuk i zgjidh, rrezikoni të ngopeni. Zvogëloni ekspozimin tuaj ndaj informacionit të panevojshëm, shumë njoftime, shumë të dhëna, shumë opinione të pakërkuara. Sistemi juaj nervor ka nevojë për një pushim. Kërkoni momente vetmie produktive, shkruani, lexoni, ecni pa qëllim. Një shëtitje pa kufje, duke dëgjuar atë që është përreth jush, mund të bëhet një balsam rigjenerues për mendjen. Trupi juaj kërkon gjithashtu vëmendje, flini mjaftueshëm, hani rregullisht, pa e tepruar. Rënjet e energjisë mendore shpesh vijnë nga zakonet të këqija. Dhe nëse lodhja juaj duket më emocionale se sa fizike, kushtojini pak kohë aktiviteteve të lehta dhe të përsëritura që ju përqendrojnë, gatimi, rregullimi, zgjidhja e një enigme. Duhet të uleni në tokë për të fluturuar përsëri. Puna dhe karriera. Kjo është një javë që nuk është e përshtatshme për vendime drastike. Nëse keni projekte të rëndësishme që lidhen me karrierën ose pasurimin tuaj personal, është më mirë të shtyni veprimet vendimtare deri në fund të muajit. Kjo është koha për analizë, jo për impuls. Vëzhgoni, dëgjoni, mblidhni informacion. Nëse mundeni, punoni prapa skenave. Binjakët më strategjik do të dinë ta përdorin këtë kohë për të përgatitur lëvizjet e ardhshme në mënyrë inteligjente. Anëtarët e ekipit mund të ndihen të papajtueshëm me të tjerët. Mos u përpiqni të detyroni të bini dakord, punoni në pjesën tuaj me saktësi dhe lërini të tjerët të përshtaten. Shmangni përballjet e drejtpërdrejta në zyrë ose konfliktet digjitale, rreziku i keqkuptimeve është i lartë. Nëse ndiheni të bllokuar, shkruajini të gjitha në letër. Ndonjëherë qartësia nuk vjen nga të menduarit, por nga të parit e mendimeve tuaja bardhë e zi. Tema e javës, mirëqenia emocionale. Këtu hyn në lojë sfida juaj e vërtetë. Po kaloni një fazë tranzicioni të brendshëm, ndjeni se diçka po mbyllet, por e reja nuk është ende e qartë. Mos nxitoni t'i vini etiket gjithçkaje. Jetoni në këtë fazë, lejoni veten të shoqëroheni nga ata që ju njohin mirë, por mos kërkoni përgjigje aty ku mbretëron çrregullimi. Ktheu tek vetja përmes gjesteve të thjeshta, një telefonat me një mik të vërtetë, një libër që të flet sikur e di se çfarë po përjeton, një këngë që të prej. Kujdesu për anën tënde më të brisht. Nuk je vetëm. Koha për të vepruar, heshni të tepërtën. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është minimizoni stimujt e jashtëm të panevojshëm. Fikni njoftimet, shmangni diskutimet në mediat sociale, hiqni burimet e stresit digital. Ky gjest i vogël mund t'ju jap hapësirë mendore, qartësi emocionale dhe një lidhje më autentike me veten. Në heshtje mund ta dëgjosh më mirë atë që zemra jote ka për të thënë. Gaforja. Ka një pjesë tënde, gafore, që dëshiron vetëm të mblidhet dhe të mbyllet larg botës këtë javë. Shumë dallg, shumë zhurmë, shumë mendime. Por pastaj është ajo pjesa tjetër, më e fortë, më e vërtetë, që të shtyn të qëndrosh edhe në shi, të mos i ikësh lidhjeve, por të kalosh përmes tyre edhe kur ato të vembin. Kjo do të jetë një javë në të cilën do të kërkojë të ndjesh gjithçka. Por nëse e pranon, do të jetë gjithashtu java në të cilën do ta rizbulosh veten. Dashuria. Beqarët, vetmia mund të ndihet më intensivisht se zakonisht. Jo lloji i bukur, i zgjedhur, ushqyes, por lloji që vemb në momentet boshe. Megjithatë, diçka e fuqishme mund të lindë nga këtu. Nëse jeni të hapur për takime, mund të gjeni dikë me të cilin të ndani një emocion, një mbrëmje ose një mendim të papritur. Por mos e ndiqni. Lërini të tjerët të afrohen me ju dhe njohin ata që vibrojnë në të njëjtën frekuencë me ju. Si çift, marrëdhënia juaj mund të kalojë nëpër momente delikate, të përbëra nga keqkuptime delikate, gjeste të humbura, fjalë të pathënë. Nëse keni diçka për të thënë, bëjeni ëmbëlsisht, por pa filtra. Mos i mbani të gjitha brenda, emocionet e shtypura shndërrohen në distanca. Në fund të javës, atmosfera lehtësohet. Një surprizë, një gjest i butë ose një takim intim mund të sjellë përsëri ngrohtësi dhe prani. Pyetja e javës, apo e mbroni veten apo po e izoloni veten? Shëndet dhe mirëqenie. Mirëqenia juaj këtë javë kalon përmes ujit reale dhe simbolike. Kontakti me këtë element do t'ju ndihmojë të pastroni emocionet tuaja, të shpërndani bllokimet, të zbutni mendjen tuaj. Nëse mundeni, merrni pak kohë për të ushqyer, në një banjë të nxehtë, në një notë, madje edhe vetëm në dush me muzikë që ju shoqëron. Lëreni ujin të largojë atë që nuk ju nevojitet më. Energjia juaj do të jetë në rritje e në rënje. Dëgjojeni pa e detyruar. Kur të ndiheni keq, jepini vetes një pushim. Duhet të ngadalsoni pa ndier faj. Dhe nëse ndjeni një nyje emocionale që nuk mund ta zgjidhni, shkruajeni. Të shkruash në letër atë që ndjeni mund t'ju lehtësojë si pak gjëra të tjera. Kujdesu për dietën tënde me ushqime që të ngrohin nga brenda, që të bëjnë të ndihesh i mirëpritur. Supa, gatime të thjeshta, receta nga fëmijëria jote. Më shumë se kur, këtë javë mirëqenia jote është ushqim emocional, jo vetëm fizik. Puna dhe karriera. Në punë mund të ketë tensione të fshehura. Ndoshta një koleg që ju acaron ose një situatë që nuk zgjidhet vetë ashtu siç do të dëshironin. Nuk ka kuptim të detyrosh, çelësi do të jetë menaxhimi emocional. Mundohuni të mos i merrni gjërat personalisht, edhe nëse provokimet duken të dizajnuara për t'ju prekur thellë.
Shmangni përballjet e drejtpërdrejta kur jeni të lodhur ose të frustruar. Në vend të kësaj, kaloni më shumë kohë duke u organizuar. Vendosja e gjërave në rregull paraprakisht, sqarimi i afateve dhe prioriteteve do t'ju jap atë ndjenjë kontrolli që ju mungon tani. Dhe mos e nënvlerësoni intuitën tuaj, nëse diçka tingëllon e çuditshme, ndoshta është. Besojuni ndjenjave tuaja, por veproni me qetësi. Gjysma e dytë e javës do të sjellë shenja relaksimi, një fjalë të mirë, një njohje të vogël ose thjesht një moment kur do të ndjeni se gjithçka po rrjedh përsëri. Tema e javës: jeta në marrëdhënie. Marrëdhëniet, çifti, familja, miq do të jenë zemra që rre e javës suaj. Dhe gjithashtu thembra juaj e akilit. Do të ndjeni nevojën për të kuptuar, pranuar, siguruar. Por ndonjëherë kjo nevojë rrezikon të shndërrohet në një burg. Jini të ndershëm me veten, apo mbështeteni të tjerët për të ndërtuar sigurinë tuaj, apo po kultivoni qendrën tuaj të brendshme? Mundohu ta ndryshosh trendin. Në vend që të pyesësh veten se kush të do mjaftueshëm, pyete veten, kë po zgjedh të dua sot? Me kë po zgjedh të jemi pranishëm, vërtet, pa pritur asgjë në këmbim? Kur fillon të japësh pa pritur, bëhesh përsëri i lirë. Dhe kur je i lirë, askush nuk mund të bëjë të ndihesh më vetëm. Koha për të vepruar, mbrojeni veten. Pa u mbyllur në vetvete. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është të krijoni një kufi të shëndetshëm midis jush dhe asaj që ju destabilizon, pa ngritur mure. Qoftë një person, një lajm, një situatë, ju mund të zgjidhni si të reagoni, kur të jeni aty dhe kur të lini të shkojë. Kjo nuk është egoizëm. Është dashuri për veten. Jo çdo gjë që ndjen është e jotja. Zgjidh çfarë do të mbash dhe lëre pjesën tjetër të shkojë. Luani. Këtë javë, luan do të ndjeni të ndarë midis nevojës për të shkëlqyer dhe dëshirës për të tërhequr pas skenave. Kjo nuk është një kontradikt, është një ftesë për të kuptuar se nuk keni gjithmonë nevojë për një skenë për të ndier gjallë. Karizma juaj mbetet e fuqishme, por ajo që do t'ju bëjë vërtet magnetik do të jetë aftësia për të zgjedhur se ku ta drejtoni energjinë tuaj. Nuk është koha për ta tepruar, por për të zgjedhur me kujdes se ku të lini gjurmën tuaj. Dashuria. Beqarët, nuk ju mungon kur vëmendja, por këtë javë mund të ndiheni pak më pak të prirur për flirtime të lehta. Nuk është mungesë sharmit, as pak. Është se po kërkoni lidhje të vërteta dhe të thella, jo vetëm shikime dhe duartrokitje. Nëse takoni dik, vini re se si ju bën të ndiheni, jo vetëm si ju shikon. Emocionet e sinqerta ju tërheqin më shumë se çdo njëje e shkëlqyer. Si çift, nëse jeni në një lidhje, sfida do të jetë gjetja e një ekuilibri midis nevojave tuaja dhe atyre të tjetrit. Mund të ndiheni sikur partneri juaj nuk ju kupton plotësisht, ose se nuk po ju kushton vëmendje të mjaftueshme. Para se të kërkoni hapësirë, pyeteni veten, a e kam kërkuar vërtet atë që kam nevojë, apo thjesht kam pritur që tjetri ta ndjejë? Një bisedë e sinqertë mund të sjellë përsëri në qarkullim butësi dhe mirëkuptim. Pyetja e javës, apo e shpreh veten me ndershmëri apo po luan një rol që mendon se të bën më të dashur? Shëndet dhe mirëqenie. Trupi yt po të kërkon një rivendosje. Ke qenë nën presion, ndoshta pa e kuptuar, dhe tani po fillon të ndihesh i lodhur, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Është e rëndësishme që ta dëgjosh këtë thirrje. Rrjedh dhe të ndalosh së djeguri energji për të mbajtur gjithçka në rregull vetë. Edhe një mbret ka nevojë për pushim. Gjej aktivitete që të mbushin pa të shtëruar, vallëzim, art, lëvizje krijuese. Diçka që të bën të ndihesh gjallë pa të shterojë rezervat e tua. Krijo hapësira ku nuk ke pse të jesh diçka për askën. Një mëngjes i qetë, një mbrëmje e qetë, një pasdite me një libër frymëzues. Sa i përket ushqimit, shmangni teprimet ose zgjedhjet shumë impulsive, nuk keni nevojë për ushqime të rënda ose stimuluese për të ndjerë më mirë. Në vend të kësaj, lejojini vetes kënaqësi të vogla të shijshme, por të ekuilibruara që ju ushqejnë vërtet. Mirëqenia juaj fillon kur filloni ta doni veten përsëri në detaje. Puna dhe karriera. Pjesa e parë e javës do të jetë koha ideale për të marrë vendime, për të kryer projekte ose për të përballur me afate të rëndësishme. Keni energji mendore, vizion dhe vendosmëri. Por keni kujdes në gjysmën e dytë, mund të ndjeni një rënje të motivimit, një pasiguri të lehtë ose nevojën për të shkëputur. Mos e injoroni. Nëse punoni në një mjedis konkurrues, shmangni përfshirjen në dinamika të nxitura nga egoja. Këtë javë do të fitoni duke qenë strategjik dhe bashkëpunues, jo duke u përpjekur të dalloheni me çdo kusht. Një gest bujar ose një fjalë mbështetjeje për një koleg mund të bëjë më shumë për reputacionin tuaj se sa çdo performancë tjetër. Nëse jeni duke kërkuar mundësi të reja, shikoni në drejtime të ndryshme nga zakonisht. Mund të merrni një propozim që, ndonse fillimisht nuk është i dukshëm, mbart potencial të konsiderueshëm afatgjallë. Tema e javës, autenticiteti. Tema qendrore për ty do të jetë të kthehesh në autenticitet. Jo imazhi që të tjerët presin, jo forca e palëkundur që tregon nga zakoni. Por ajo pjesë e jotja që di si të qëndrojë në heshtje, që di si të ngazëllohet, që ka nevojë për kohë dhe të vërtetë. Pyete veten se çfarë po bën për të kënaqur dashurinë e vërtetë dhe çfarë po bën në vend të kësaj për të kënaqur atë që të pëlqen. Hiq një maskë, qoftë edhe një të vogël. Thuaj jo diçka që nuk ndihet e jotja. Thuaj po një pjesë tënde që e ke lënë pas dore. Nuk është një javë për shfaqje, por për prova të vërteta. Ato që të afrojnë më shumë me veten. Koha për të vepruar, ngadalsoni për të gjetur veten.
Qëllimi juaj konkret për këtë javë është: kushtojini një moment çdo ditë krijimtarisë suaj pa qëllim. Shkruani, vizatoni, vallëzoni, gatuani diçka të re. Nuk ka pse të shërbej për ndonjë qëllim, përveç se t'ju kujtoj se jeni gjallë edhe kur nuk jeni duke prodhuar, duke luftuar ose duke lënë mbresa. Drita juaj nuk ka nevojë të jetë ndezur gjatë gjithë kohës për të shkëlqyer. Ai që di të jetë vetvetja, edhe në heshtje, nuk ka nevojë kur të ndjek miratimin. Virgjëresha. E njihni atë ndjesinë e dëshirës për të pasur gjithçka nën kontroll, por që ndjeni sikur sa më shumë përpiqeni, aq më shumë diçka ju shpëton. Kjo javë ju vendos pikërisht përballë kësaj dinamike. Jo për t'ju bërë të dështoni, por për t'ju mësuar të besoni edhe kur planet dështojnë. Ju jeni një shenjë që e do saktësinë, por jeta, ndonjëherë, ka nevojë për hapësirë për të papriturën. Dhe në atë hapësirë, nëse e pranoni, mund të gjeni shumë më tepër se sa kishit pritur. Dashuria. Beqarët, mund të ndjeni të ndarë midis dëshirës për t'u çliruar dhe frikës se gjërat nuk janë siç duhet. Por çfarë do të thotë në të vërtetë duhet? Dashuria nuk ka protokoll. Nëse ju pëlqen dikush, mos prisni që gjithçka të jetë perfekte. Lejojini vetes të jeni pak të sikletshëm, pak të pasigurt, por autentik. Atje fshihen lidhjet e vërteta. Dhe nëse ndjeni nevojën për të qenë vetëm, mos e fajsoni veten. Nuk është mungesë interesi, është mbrojtje. Si çift, marrëdhënia mund të jetë duke kaluar një fazë disi të tensionuar, veçanërisht nëse keni tendencë ta projektoni lodhjen ose pa kënaqësinë tuaj tek tjetri. Mos prisni që partneri juaj të lexojë midis rreshtave. Flisni, sqaroni, pyetni sinqerisht. Kjo javë shpërblen komunikimin e thjeshtë dhe konkret, të përbërë nga shembuj të përditshëm dhe jo nga fjalimet të shkëlqyera teorike. Edhe një fjalë e drejtë për drejtë mund të shmangë një heshtje të rrezikshme. Pyetja e javës: apo kërkoni siguri apo po ndërtoni besim? Shëndet dhe mirëqenia. Mendja juaj vrapon, analizon, llogarit. Po trupi juaj? Rrezikoni ta lini pas dore. Mirëqenia juaj fillon nga ekuilibri midis këtyre dy poleve. Nuk mund të kujdeseni vetëm për kokën tuaj, nëse nuk e dëgjoni veten edhe fizikisht. Nëse shpesh ndiheni nervoz, të shpërqendruar ose të lodhur, kjo është një shenjë se po e mbingarkoni veten. Do të bëjë mirë të gjesh ritmin tënd përmes zakoneve të vogla që të mbajnë në tokë. Nuk ke pse të ndryshosh gjithçka. Një mëngjes i qetë, një shëtitje pa celularin tënd, një moment para gjumit ku e fik ekranin dhe endes vetdijen janë të mjaftueshme. Sistemi yt ka nevojë për rregullsi, jo për ngurtësi. Në një nivel fizik, përpiquni ta lehtësoni dietën tuaj, por pa teprime ose faj. Trupi juaj reagon mirë kur e trajtoni me respekt, jo me ndëshkim. Dhe nëse ndjeni ankthin që po rritet, provoni të shkruani një listë. Jo me gjëra për të bërë, por me gjëra që ju bëjnë të ndiheni mirë. Edhe vetëm një në ditë mund të jetë e mjaftueshme për të ndryshuar rrjedhën e mendimeve tuaja. Puna dhe karriera. Ja ku jeni në kulmin e aktivitetit. Keni ide, qëllime, ndoshta edhe përgjegjësi të reja që ju emocionojnë dhe ju trembin në të njëjtën kohë. Por keni kujdes të mos e teproni. Efikasiteti i vërtet nuk është të bësh gjithçka, por të zgjedhësh me kujdes se çfarë të bësh dhe çfarë jo. Mos u dorëzoni para tundimit të kontrollit të plot. Delegimi, kërkimi ndihmës ose thjesht ngadalësimi mund të bëjnë mrekulli për cilësinë e punës suaj. Nëse po kaloni një kohë ndryshimi ose pasigurie, shfrytëzojeni si një mundësi për t'u përqendruar në atë që dëshironi vërtet. Jo çdo gjë që bëni mirë ju ushqen. Pyeteni veten nëse po punoni për të përmbushur veten apo për të përmbushur pritjet e të tjerëve. Projektet afatgjata do të kërkojnë durim, por kushtet që ato të rriten janë të gjitha aty. Kujdesuni për detajet siç e dini vetë, por mos e humbni nga syt pamjen e përgjithshme. Saktësia është e vlefshme vetëm nëse i shërben një qëllimi kuptimplot. Tema e javës, e ardhmja. Të menduarit për të ardhmen mund të bëjë të ndihesh në ankth. Kaq shumë pyetje, kaq pak përgjigje. Por ndoshta qëllimi nuk është t'i kesh të gjitha përgjigjet menjëherë, por të pranosh që disa pyetje do të mbeten të hapura për një farë kohe. Kjo nuk do të thotë të heqësh dorë nga planifikimi. Do të thotë t'i lësh vetes mundësinë për të ndryshuar mendje, për të ndryshuar kursin, për të mësuar gjatë rrugës. Shmangni perfeksionizmin paralizues. Ndonjëherë është më mirë të bësh një hap të pasigurt se sa të qëndrosh ende duke pritur për kushtet ideale. E ardhmja nuk duhet parashikuar, ajo duhet ndërtuar. Dhe ajo ndërtohet ditë pas dite me zgjedhje të vogla, por të vetëdijshme. Momenti për të ndërmarrë veprime, krijoni një pikë qetësie brenda vetes. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është: ndaloni së kërkuari ekuilibrin jashtë dhe filloni ta ndërtoni atë brenda. Çdo ditë merrni 10 minuta për t'u kthyer brenda vetes. Një pushim, një fletore, një filxhan çaj. Diçka që ju kujton se mund të jeni mirë edhe në kaos, nëse mësoni të jetoni në veten tuaj me mirësi. Qartësia nuk vjen kur gjithçka bie në vendin e vet, ajo vjen kur vendos ta shikosh vërtet veten. Peshorja. Këtë javë, peshore, do të ndjeni një nevojë të fortë për shkëputje. Jo sepse doni të shpëtoni, por sepse keni nevojë për heshtje për të gjetur ekuilibrin. Shumë zëra, shumë stimuj, shumë kërkesa, e gjithë kjo mund t'ju ngatërojë dhe t'ju distancojë nga qendra juaj. Por gjëja e bukur është se ju dini si ta dalloni atë. Ju e dini kur po dilni nga rruga e duhur dhe gjithashtu dini si të ktheheni në shtëpi. Mos kini frikë nga nevoja për vetmi. Ajo është vetëm mbrojtja e asaj që është më autentike tek ju. Dashuria.
Beqarët, dashuria mund të mos jetë gjëja e parë që do të keni në mendje këtë javë. Megjithatë, në këtë tërheqje të përkohshme, mund të tërhiqni dikë që di të respektojë hapësirën tuaj. Dikë që nuk pushton, por shoqëron. Mahnituni nga dikush që nuk përpiqet t'ju fitojë me fishek zjarre, por ju shikon me sy të qetë. Lidhja e vërtet lind duke respektuar heshtjet, jo në kërkimin e vazhdueshëm të miratimit. Si çift, nevoja për qetësi mund të keq interpretohet nga partneri juaj si distancë. Shpjegoni atë që po përjetoni, pa faj apo justifikim. Ndonjëherë mjafton të thoni, më duhet vetëm të marr frym pa. Nëse marrëdhënia është e fortë, do të gjeni një mënyrë për të kërcyer së bashku edhe në momentet e pauzës. Nëse tashmë ka tension, kjo javë do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë duhet të rregullohet dhe çfarë, ndoshta, të lihet pas dore. Pyetja e javës, apo i jepni vetes të drejtën të jeni vetvetja, edhe kur jeni më pak social se zakonisht? Shëndet dhe mirëqenie. Trupi yt të flet butësisht, por qartë. Ke nevojë për pushim të vërtetë, për të pezulluar ritmin dhe për të gjetur një frekuencë më natyrale. Nëse vazhdon të injorosh sinjalet, tensionin muskulor, lodhjen mendore, nervozizmin, rrezikon të zbrazësh veten. Nuk është dobësi. Është fiziologji emocionale. Shmangni mbi ngarkesën e stimujve, shumë takime, shumë mesazhe, shumë konfuzion mendor. Zvogëloni ekspozimin ndaj ekraneve dhe fjalëve të padobishme. Energjia juaj është e çmuar dhe këtë javë është mirë ta dozoni atë me respekt dhe vëmendje. Sistemi juaj gjeniturinar mund të jetë veçanërisht i ndjeshëm këto ditë. Kujdesuni për hidratimin, mos i mbani nevojat fizike ose emocionale. Mirëqenia për ju vjen edhe nga aftësia për të lënë të rrjedh ajo që nuk është më e nevojshme. Gjej shtren në një rutinë të thjeshtë dhe të butë. Edhe vetëm 10 minuta frymëmarrje të thellë mund të sjellin rregull në kaos. Puna dhe karriera. Dëshira për izolim do të reflektohet edhe në qasjen tuaj profesionale. Do të preferoni të punoni vetëm, të përqendruar, pa shumë ndërprerje. Dhe do të keni të drejtë. Nëse krijoni hapësira për të vepruar në mënyrë metodike, produktiviteti juaj mund të rritet ndjeshëm. Por shmangni qëndrimin shumë mbrojtës. Nëse dikush ju kontakton ose ju ofron një ide, dëgjojeni përpara se të thoni jo. Mund të gjeni një ide interesante ose një mënyrë më të lehtë për të arritur një qëllim pikërisht aty. Kjo nuk është koha për të marrë vendime të nxituara, por për të konsoliduar atë që tashmë ekziston. Nëse keni një projekt në zhvillim me sipër, përsosni atë. Nëse keni dyshime, vëzhgojini ato me shkëputje. Qartësia nuk do të vijë nga presioni, por nga qetësia. Tema e javës, kufi. Tema qendrore e ditëve të ardhshme është këtu, të mësosh të vendosësh kufi pa ndjenjë faji. Të thuash jo kur ndjen se diçka po të konsumon. Të thuash mjaft kur e kupton se po jep shumë. Nuk ke pse të shpjegosh shumë veten. Thjesht je konsistent me veten. Ata që të duan do të kuptojnë. Dhe ata që nuk të kuptojnë nuk po e shohin vërtet të vërtetën tënde. Ndërtimi i kufive nuk do të thotë përjashtimi i të tjerëve, por më në fund përfshirja e vetes në prioritetet e tua. Koha për të vepruar, vlerësoni hapësirën tuaj të brendshme. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është zgjidhni një moment të ditës, gjithmonë të njëjtë, në të cilin të jeni vetëm me veten. Pa telefon, pa kërkesa, pa detyra. Vetëm ju dhe frymëmarrja juaj, mendimet tuaja, prania juaj. Edhe vetëm 15 minuta mund t'ju ndihmojnë të gjeni një forcë që mendonit se e kishit humbur. Nuk ke nevojë të bësh shumë për të ekzistuar. Duhet të dëgjosh vetëm për të shkëlqyer përsëri. Akrepi. Nuk kënaqesh kurrë me përgjigje sipërfaqësore. Do të kuptosh çfarë fshihet pas, poshtë, përtej. Dhe këtë javë, gjithçka, marrëdhëniet, puna, emocionet, do të çojnë pikërisht atje, të gërmosh, por me qartësi, jo për ta munduar veten, por për t'u çliruar. Ke një moment të fuqishëm përpara, ndoshta të pakëndshëm, por të çmuar. Nëse vendos ta kalosh nëpër të në vend që ta shmangësh, mund të dalësh nga ana tjetër më i fortë dhe më i përqendruar se më parë. Dashuria. Beqarët, nuk je interesuar për dashurinë e faqes së parë. Do dikë që mund të përballojë heshtjet e tua, që nuk ka frikë të shohë brenda teje. Dhe ndoshta, vetëm këtë javë, mund të tërheqësh një person që nuk ka nevojë për shumë fjalë për të njohur. Por, para se të hapësh derën, sigurohu që je vërtet gati të ndash. Nuk ke pse t'i tregosh të gjitha menjëherë, por mos u mbyll në vetvete nga frika se mos lëndohesh. Si çift, marrëdhënia mund të kalojë nëpër faza alternative, momente pasioni dhe harmonie të madhe, të ndjekura nga faza distance emocionale. Nuk është paqëndrueshmëri, është intensitet i menaxhuar dobët. Keni nevojë për qartësi, por pa kërkuar kontroll mbi tjetrin. Nëse ka diçka që po ju gërryen brenda, flisni për të para se të dohet mur edhe vetëm të thuash. Ndihem i hutuar, më ndihmoni të kuptoj, mund të hap hapësira të reja. Pyetja e javës, apo krijoni intimitet apo po mbroni një zonë të sigurt? Shëndet dhe mirëqenie. Ekuilibri juaj shpesh vjen nga brenda. Nëse diçka ju shqetëson mendërisht ose emocionalisht, trupi juaj e regjistron menjëherë. Këtë javë mund të ndjeni një tension të brendshëm, një lodhje që nuk është vetëm fizike. Mos e injoroni. Mos e mbani nën lëkurë. Gjeni një mënyrë për të liruar gjithçka që mbani brenda. Lëvizja do të bëjë mirë, por nuk ke nevojë ta lodhësh veten. Më mirë diçka që të ndihmon të transformosh energjinë, një vrapim, një shëtitje e gjatë, ndoshta vetëm një aktivitet ku e ndjen trupin tënd të përgjigjet, të çlirohet.
Edhe puna me frymëmarrjen ose teknikat e meditimit të thellë mund të ndihmojnë shumë. Shmangni mbi ngarkesën me ushqim, stimuj, lajme. Ushqeni veten në një mënyrë thelbësore, duke zgjedhur ushqime të gjalla, të pastra që ju japin forcë dhe jo plogështi. Dhe dëgjoni kur keni nevojë të flini, pushim të thellë, ëndra intensive, mendje që rivendoset. Mirëqenia juaj nuk vjen nga sipërfaqja, por nga rigjenerimi i thellë. Puna dhe karriera. Po lëviz në një territor ku gjithçka duket nën kontroll, por nën hirin e tij diçka po vlon. Mund të gjesh veten të përfshirë në dinamika delikate, tensione, strategji, lojra pushteti. Qartësia jote do të jetë një armë, por përdoreni atë në mënyrë etike. Mos bini në kurthin e unë fitoj me çdo kusht. Je shumë i vlefshëm për ta humbur veten në betejë të padobishme. Nëse keni një projekt në zhvillim e sipër, ndiqeni atë me vendosmëri, por mos e izoloni veten. Ndarja e një pjese të procesit me njerëzit e duhur mund t'ju lehtësojë ngarkesën dhe, në mënyrë paradoksale, t'ju jap edhe më shumë forcë. Nëse po kërkoni një ndryshim, këtë javë mund të merrni sinjale të qarta se ku duhet të synoni. Por, përpara se të veproni, kontrolloni gjithçka. Jo çdo gjë që shkëlqen është arë. Kini kujdes nga angazhimet e papritura dhe oraret kaotike. Rrezikoni të humbni kthjellësinë nëse nuk i jepni vetes rregulla të qarta. Tema e javës: fuqia personale. Pyetja që duhet t'i bësh vetes në ditët në vijim është e thjeshtë, por shumë e fuqishme. Ku po e vendos fuqinë tënde? Apo përpiqesh të kontrollosh të tjerët, apo po investon te vetja? Apo e shpërdoron energjinë në betejë që nuk të përkasin, apo po ndërton diçka që flet vërtet për ty? Rikthimi i fuqisë personale nuk do të thotë të bëhesh i ftohtë ose dominues. Do të thotë të zgjedhësh me kë do të rish, si do ta kalosh kohën, ku do ta përqendrosh vëmendjen. Dhe mbi të gjitha, do të thotë të mësosh të thuash jo kur diçka nuk të kënaq. Ke të drejtë ta bësh këtë. Koha për të vepruar, mos u mburoni. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është të lini mënjan të paktën një gjë që po ju konsumon për brenda. Qoftë një mendim, një situatë, një person, një zakon. Shkruajeni, shikojeni në fytyrë dhe thuajini, nuk kam më nevojë për ty. Akrepi rilind vetëm kur ka guximin të lirohet nga ajo që e mban peng. Ai që ka guximin të shkojë thellë gjen lirinë e tij. Shigjetari. Për ty, shigjetar, kjo javë do të jetë si një shigjet gjysmë e tërhequr, ndjen tensionin, energjinë gati për të qelluar, por diçka ende të kërkon një moment para nisjes. Nuk është një bllokim, është përqendrim. Ke mundësi reale për rritje dhe ndryshim përpara teje, por për t'i kapur ato vërtet duhet të mësosh të dallosh entuziazmin autentik nga entuziazmi impulsiv. Nuk mjafton të duash të largohesh, duhet të dish se ku po shkon. Dashuria. Beqarët, e kaluara mund të rishfaqet në mënyra të papritura, një ish partner që shkruan, një takim që rihap një kujtim, një ndjenjë që nuk mendonit më se do ta ndjenit. Por kini kujdes të mos e ngatëroni nostalgjinë me dëshirën. Pyeteni veten, a më mungon vërtet ky person apo më mungon kush isha me të? Nëse jeni të hapur ndaj gjërave të reja, e papritura do të jetë aleati juaj më i mirë. Një person i shkëlqyer dhe jo konvencional mund të tërheqë vëmendjen tuaj nëse jeni të gatshëm të dëgjoni para se të gjykoni. Si çift, lidhja e çiftit do t'i nënshtrohet një prove të vogël autenticiteti. Duhet të ndiheni të lirë edhe në një marrëdhënie të qëndrueshme, por kjo nuk do të thotë të ikni ose të shmangeni. Në vend të kësaj, kërkoni mënyra të reja për të qenë bashkë, thyeni rutinën, propozoni një përvojë të përbashkët, ringjallni bashkëfajësinë. Nëse mendoni se diçka është në stagnacion, mos prisni që të avullojë vetë, veproni me sinqeritet dhe guxim. Pyetja e javës: o kërkoni emocione të vërteta apo thjesht një arratisje nga mërzia? Shëndet dhe mirëqenie. Trupi juaj ka nevojë për hapësirë. Hapësirë fizike, mendore dhe madje edhe emocionale. Shumë presion, shumë për të bërë, shumë energji e humbur rrezikon t'ju ngadalsoj pikërisht kur doni të vraponi. Këtë javë, mirëqenia vjen nga rizbulimi i kontaktit me mjedisin dhe me lëvizjen e lirë. Ecni, ngisni biçikletën, notoni, eksploroni. Dini nga qyteti nëse mundeni. Merrni frymë thellë. Elementi juaj është zjarri, por i duhet ajri që të digjet mirë. Nëse qëndroni të mbyllur në mjedise plot me stimuj artificial, do të digjni energji. Dieta juaj duhet të jetë gjithashtu e lehtësuar, më pak sheqer, më pak tepri, ushqime më të gjalla dhe shumë ngjyrëshe. Dhe nëse ndjeni një tension të vazhdueshëm, ndoshta është koha të shkëputeni nga ritme të caktuara. Trupi juaj do t'ju falenderojë. Mos harro nevojën tënde për frymëzim, dëgjo muzikë që të prek për brenda, lexo diçka që të zgjeron mendjen. Ekuilibri për ty nuk vjen nga stabiliteti, por nga entuziazmi i ri për të rirë. Puna dhe karriera. Një javë shumë interesante në nivel profesional. Keni një shtysë drejt ripërtëritjes që nuk mund ta injoroni më. Ndoshta një ide që e keni ushqyer për një farë kohë më në fund po fillon të marrë formë konkrete. Ndoshta dikush propozon diçka që ju emocionon dhe ju vë në provë. Sidoqoftë, është koha e duhur për të guxuar me inteligjencë. Por mos hidhuni nga një projekt në tjetrin pa përfunduar asgjë. Nëse doni vërtet të merrni rezultate, duhet të mësoni të qëndroni në këmbë. Nuk është vetëm fillimi që ka rëndësi, por edhe arritja. Përdorni vizionin tuaj për të frymëzuar ata përreth jush, por mos humbni kontaktin me detajet. Një ide e madhe, pa strukturë, mbetet një ëndër. Dhe ju meritoni që ëndrat tuaja të bëhen të qëndrueshme.
Nëse jeni duke kërkuar rrugë të reja, shenjat vijnë midis të enjtes dhe të shtunës. Mbani sytë hapur dhe mos në vlerësoni asnjë kontakt, edhe nëse në fillim duket i parëndësishëm. Tema e javës: rreziku dhe shpërblimi. Tema kryesore për ju është të dini kur ja vlen vërtet një rrezik. Ndonjëherë keni tendencë të hidheni në këtë rrezik vetëm për emocione, por më pas e gjeni veten në situata që ju lodhin në vend që t'ju ngrenë moralin. Këtë javë, përcaktoni se çfarë dëshironi dhe pyeteni veten, apo e bëj këtë sepse më frymëzon apo thjesht sepse më emocionon? Zgjidh ti thuash po asaj që të ndërton, jo vetëm asaj që të ndriçon. Sepse flakët e vërteta që ja vlen janë ato që zgjasin me kalimin e kohës, jo vetëm ato që digjen shpejt. Koha për të vepruar: vendosni bazë për atë që ju bën të rriteni. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është: zgjidhni një vendim që e keni shtyrë dhe përballeni me të me guxim, por pa nxitim. Informohuni, dëgjoni instinktet tuaja dhe pastaj veproni. Qoftë një lëvizje në karrierë, një zgjedhje në jetë apo një bisedë e rëndësishme, përballja me të do të rivendos energjinë dhe përqendrimin tuaj. Ai që di të marrë rreziqe të mençura e shndërron lirinë në ndërtim. Britsjapi. Kjo javë është si të ngjitesh në një kodër me një çantë shpinë plot, ka gjëra që i mban me vete nga detyra, zakonet, besnikëria. Por vjen një kohë kur duhet të pyesësh veten nëse ke ende nevojë për atë peshë. Nuk është dobësi të lësh diçka poshtë, është pjekuri, është qartësi. Ndjenja jote e detyrës është një burim i çmuar, por nuk mund të bëhet kafaz. Kjo javë të kërkon të vendosësh gjërat në rregull, brenda, jashtë, në mendimet dhe marrëdhëniet e tua, dhe të zgjedhësh atë që dëshiron vërtet të marrësh me vete. Dashuria. Beqarët, dashuria nuk është përparësia juaj kryesore tani. Por jo sepse jeni të zhgënjur, përkundrazi sepse jeni shumë të përqendruar në diçka tjetër, ndoshta në një sfidë personale, ndoshta në një qëllim konkret. Megjithatë, mund të befasoheni nga një takim që thyen rutinën tuaj, diçka e thjeshtë, jo sensacionale, por autentike. Mos kërkoni pasion shpërthyes, kërkoni dikë që ju bën të ndiheni të qetë në heshtje. Dhe nëse askush nuk vjen, shijoni lirinë e të qenit pikërisht aty ku jeni. Si çift, dinamikat e marrëdhënies mund t'ju vënë përballë disa përplasjeve midis detyrës dhe dëshirës. Ju dëshironi mbështetje, por nuk mund ta kërkoni gjithmonë në mënyrën e duhur. Nëse ndjeni një distancë nga partneri juaj, përpiquni të hapeni pa ngurtësi. Lini hapësirë për cenueshmëri, jo vetëm përgjegjësi. Një marrëdhënie rritet vërtet kur ndani pasiguri, jo vetëm vendime të marra tashmë. Pyetja e javës: apo e ndërtoni të ardhmen së bashku apo thjesht po e mbani atë vetëm? Shëndet dhe mirëqenie. Ke nevojë për një rutinë që të jep strukturë, por që nuk të bllokon. Shumë shpesh përdor disiplinën për të mbajtur veten në këmbë, edhe kur trupi yt kërkon pushim. Këtë javë mirëqenia jote fillon me njohjen e limitit dhe mbrojtjen e tij, jo duke shkuar përtej tij. Organizoni ditët tuaja duke lënë hapësira për dekompresion. Edhe vetëm 20 minuta për të ecur pa qëllim, për të marrë frymë, për të shkëputur nga angazhimet mund të bëjnë diferencën. Trupi juaj i përgjigjet mirë rregullsisë, por edhe nxehtësisë, ushqimeve të gatuara me kujdes, çajrave bimor, gatimeve të nxehta që ju ushqejnë pa ju rënduar. Nëse ndjeni tension në shpinë, shpatulla ose nofull, kjo është një shenjë se po mbani shumë brenda. Qlirohuni. Një seancë shtrirje ose edhe vetëm disa minuta relaksim i udhëhequr mund të rivendosë qartësinë. Mirëqenia juaj nuk është në rezistencë, por në menaxhimin inteligjent të energjisë. Puna dhe karriera. Ky është terreni juaj. Dhe në fakt, kjo javë ju sheh si protagonist të një sfide të rëndësishme. Ka diçka që kërkon vëmendjen tuaj të plot, një projekt për t'u përfunduar, një vendim për t'u marrë, një provë besueshmërie. E gjithë kjo është e njohur për ju, por keni kujdes të mos e teproni. Nuk keni pse të bëni gjithçka vetëm për të vërtetuar vlerën tuaj. Nëse punoni në një ekip, mësoni të delegoni aty ku është e nevojshme. Nëse jeni i vetëpunësuar, vendosni qëllime realiste në mënyrë që të mos humbisni në një mijë mikrodetyra që ju shterojnë. Efikasiteti juaj rritet nëse mësoni gjithashtu të thoni jo shpërqendrimeve, kërkesave të jashtme që ju çojnë në rrugë të gabuar. Pjesa e parë e javës është më produktive. Në pjesën e dytë mund të ndjeni një rënje të lehtë të përqendrimit. Mos e luftoni, merreni si një sinjal për t'u rikalibruar, jo për t'u dorëzuar. Tema e javës: kufizime. Çështja e vërtetë këtu është të mësosh të njohësh dhe të respektosh kufit e tu pa turp. Nuk je më pak i fortë nëse thua se je i lodhur. Nuk je më pak i aftë nëse kërkon mbështetje. Gjithmonë ke dhënë shumë, por tani është koha të rishikosh ekuilibrin. Apo e respekton veten aq sa respekton angazhimet e tua? Kjo javë ju ndihmon të ripërcaktoni konceptin tuaj të forcës, nuk është vetëm rezistencë, por edhe aftësia për të thënë mjaft me elegancë. Sa më të përqendruar të jeni, aq më efektiv do të jeni. Dhe sa më njerëzor të jeni, aq më shumë të tjerët do t'ju afrohen me besim të vërtetë, jo vetëm me pritje. Koha për të vepruar, krijoni hapësirë për energjinë tuaj. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është: identifikoni një aktivitet të tepërt që ju shton kohën dhe eliminojeni atë me vendosmëri. Përdoreni atë hapësirë për diçka që ju rimbush energjitë, një hobi, një pushim të vërtetë, një bisedë që ju ushqen. Nuk është kohë e humbur. Është një investim. Ai që di të ndalet në momentin e duhur, shkon më tej. Ujori. Je në një fazë në të cilën ndjen nevojën për t'u lehtësuar.
Të lësh pas barët e padukshme, të krijosh hapësirë mendore dhe praktike për diçka që flet vërtet për ty. Kjo javë të shtyn të rishikosh prioritetet, lidhjet dhe ritmet, jo me rebelim, por me qartësi. Ke një vizion më të gjerë se të tjerët dhe tani më shumë se kur duhet të mësosh ta mbrosh atë nga shpërqendrimet e përditshme. Më pak kompromise, më shumë autenticitet. Dhe nëse ndihesh jashtë korit, dije se pikërisht aty rezonon më mirë. Dashuria. Beqarët, ndjenjat mund t'ju habisin nga një drejtim i papritur. Ndoshta një miqësi që ndryshon ton, një takim që thyen modele, një dialog që ndes diçka brenda jush. Mos e kërkoni dashurinë me sytë tuaj, por me intuitën tuaj. Do të jetë mendja e stimuluar më shumë se sa zemra romantike që do t'ju bëjë të kuptoni se kush meriton vëmendje. Mos nxitoni të përcaktoni. Eksploroni, vëzhgoni dhe lejoni që tërheqja të lindë në kohën e duhur. Si çift, marrëdhënia mund të kalojë nëpër një lloj tensioni të lehtë, veçanërisht nëse ndiheni të detyruar të hyni në një rutinë që nuk ju pasqyron. Keni nevojë për ajër të pastër, risi, një shtysë krijuese. Në vend që të shqetësoheni ose të mbylleni në vetvete, përpiquni të ndani dëshirat tuaja për ndryshim me partnerin tuaj. Edhe një ndryshim i vogël në jetën e përditshme mund të riaktivizojë bashkëfaqësinë dhe të thyejë automatizmin. E vërteta juaj nuk duhet të trembë, nëse thuhet me respekt, mund të bëhet një orë lidhëse. Pyetja e javës: apo zgjidhni lirinë apo po shmangni kontaktin e thellë? Shëndet dhe mirëqenie. Mendja juaj është një vorbull krijuese që nuk ndalet kurrë, dhe kjo mund të jetë e mrekullueshme ose shtëruese. Këtë javë mirëqenia juaj vjen nga një fjalë e vetme, dekompresion. Ju duhet të zvogëloni zhurmën mendore, të ngadalsoni rrjedhën e të dhënave të jashtme. Shumë stimulim rrezikon të shndërrohet në një mjegull që ju ngatëron. Praktika më e dobishme për ju këto ditë është frymëmarrja e vetëdijshme. Nuk keni nevojë për një orë meditim, vetëm 5 minuta në ditë për të gjetur një qendër. Nëse mundeni, krijoni momente heshtjeje, shëtitjesh pa qëllim, shkëputje nga pajisjet. Flini më shumë ose më mirë, cilësia e pushimit tuaj do të ketë gjithashtu një ndikim të madh në ekuilibrin tuaj. Kini kujdes nga tendenca për të harruar trupin tuaj ndërsa jeni të zhytur në mendime. Lëvizni, qoftë edhe butësisht. Pak shtrirje, pak vallëzim i lirë në dhomën e ndenjes ose thjesht kënaqësia e të ecurit ngadalë. Nuk ka nevojë për rregull. Lla të ngurta, keni nevojë për gjeste që ju bëjnë të ndiheni të pranishëm në trupin tuaj, jo vetëm në kokën tuaj. Puna dhe karriera. Ju keni një vizion që shkon përtej të zakonshmes. Por sfida këto ditë është ta përktheni atë frymëzim në diçka konkrete. Mund të ndiheni të frustruar në mjedise të ngurta ose projekte që nuk lënë hapësirë për eksperimentim. Mos e detyroni. Përdoreni këtë kohë për të mbjellë ide të reja, edhe nëse duken të paarritshme. Disa do të gjejnë terren pjellor, edhe nëse jo menjëherë. Shmangni takimet e panevojshme, detyrat mekanike, energjinë e humbur. Përqendrohuni në atë që mund të bëjë vërtet një ndryshim në afat të mesëm. Nëse punoni në një ekip, përpiquni të sillni një këndvështrim alternativ. Shpesh është qasja juaj jo konvencionale që zgjidh problemet. Për ata që kërkojnë mundësi të reja, është koha e duhur për të kaluar në sektor inovativ, në kontekste që lidhen me teknologjinë, komunikimin alternativ, kërkimin. Lërini më janë gjurmët e vjetra nëse ato nuk ju ngjajnë më. Tema e javës: ankthi mendor. Mendja juaj pëlqen të fluturojë, por ndonjëherë fluturon shumë lart dhe shumë shpejt. Dhe kur humbni kontaktin me tokën, ankthi ju merr përsipër. Këtë javë detyra juaj është të krijoni spiranca të vogla ditore që ju kthejnë në të tashmen. Një ritual mëngjesi, një objekt simbolik, një gjest që bëni çdo mbrëmje për të mbyllur ditën. Mos i nënvlerësoni sinjalet e trupit, ngushtësi në gjoks, gulqim, lodhje mendore. Ato janë kampana alarmi. Nuk ka nevojë të eliminoni me forcë, por t'i mirëprisni me vëmendje. Nëse mundeni, shkruani 2 mendime çdo ditë, një që doni ta lini të shkojë dhe një që doni ta merrni me vete. Do t'ju ndihmojë të vini gjërat në rregull. Koha për të vepruar, ngadalsoni për të fluturuar. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është të zvogëloni burimet e mbistimulimit digjital për të paktën një orë në ditë. Ju zgjidhni kur dhe si, pa njoftime pas orës 8 të mbrëmjes, një mëngjes pa rrjete sociale, një ditë detoksifikimi. Do të jetë mënyra juaj për të ndjerë përsëri rrahjet e zemrës së gjërave të vërteta. Dhe që andej, filloni përsëri me më shumë forcë. Mendja vrapon shpejt, por është zemra ajo që të tregon vërtet se ku të shkosh. Peshqit. Këtë javë do të ndjeni nevojën për të ngadalsuar. Për të mbrojtur nga ata që kërkojnë shumë për jush, nga ata që nuk ju dëgjojnë vërtet, nga gjithçka që tingëllon e rreme. Dhe keni të drejtë. Keni nevojë për hapësira që ju ushqejnë vërtet, jo vetëm për të mbijetuar ditët. Ju jeni një shenjë që thith shumë emocione, humor, tensione, dhe tani është koha të lehtësoheni. Jo për t'u arratisur, por për t'u rilidhur. Nuk ka asgjë më të fuqishme për ju se sa të ktheheni te dëgjimi i thellë. Dashuria. Beqarët, zemra juaj është e hapur, por edhe pak e hutuar. Ndoshta ende mbani me vete një histori të së kaluarës, një lidhje të pasgjidhur, një idealizëm që ju pengon të shihni se kë keni vërtet përpara jush. Këtë javë mund të takoni dikë interesant, por mos u përpiqni të kuptoni menjëherë nëse ai është i duhuri. Qëndroni në të tashmen. Shijoni shkëmbimin pa pasur nevojë për etiketa. Dhe mos harroni, nuk keni pse të kurseni askën.
Ju meritoni një marrëdhënie ku nuk keni pse të sakrifikoni veten për t'u dashur. Në një lidhje, nëse jeni në një lidhje, mund të shfaqen pasiguri të vjetra, ndoshta të shkaktuara nga detaje të vogla. Një fjalë, një heshtje, një vështrim. Mundohuni të mos e egzagjeroni gjithçka në kokën tuaj, flisni përpara se imagjinata juaj të krijojë filma të padobishëm. Është gjithashtu një javë e mirë për të rifilluar një dialog të thellë me partnerin tuaj, ndoshta duke rizbuluar atë lloj lidhjeje që nuk ka nevojë për shumë fjalë. Intimiteti emocional do të jetë ngjitësi, por vetëm nëse jeni të gatshëm ta lini veten të shihet vërtet. Pyetja e javës: a e përjetoni dashurinë me praninë apo me frikën? Shëndet dhe mirëqenie. Ekuilibri juaj është më shumë emocional se sa fizik. Dhe këtë javë rreziku është të ngarkoni veten me shumë stres nga të tjerët. Mos harroni, të ndihesh nuk do të thotë ta përfitësh. Mund të jesh empatik pa marrë me vete dhimbjen e të tjerëve. Për të ndjerë mirë, nevojitet relaksim i thellë. Jo aq shumë lëvizje fizike se sa dekompresim emocional. Ideali: ritualet e mirëqenies që ju ndihmojnë të çlironi tensionin, masazh, aromaterapi, meditim, muzikë e ngadaltë, një dush i gjatë me ujë të nxehtë në heshtje. Edhe vizatimi, shkrimi ose të luash muzikë mund t'ju ndihmojnë të nxirrni jashtë atë që ju shqetëson. Kujdes nga ngrënia emocionale, nëse e gjeni veten duke ngrënë për të mbushur një boshllëk, ndaloni. Merrni frymë thellë. Pini ujë. Rilidhuni me trupin tuaj butësisht, jo në mënyrë të ngurtë. Gjumi do të jetë streha juaj e vërtetë. Nëse keni probleme me gjumin, krijoni një ritual, pa ekrane, një çaj bimor relaksues, një libër i lehtë, një dritë e butë. Cilësia e pushimit tuaj do të ndikojë në gjithçka. Puna dhe karriera. Puna mund të duket e lodhshme, jo aq shumë për shkak të vetë aktiviteteve, por për shkak të klimës që ju rrethon. Shumë të organizim, kërkesa të paqarta, pritje të paqarta. Kjo ju destabilizon, sepse bëni më të mirën tuaj kur ndjeni një ndjenjë qëllimi, jo vetëm një afat. Përpiquni, nëse mundeni, ta riorganizoni javën tuaj me më shumë qartësi. Edhe ndryshimet e vogla do t'ju ndihmojnë të gjeni përsëri një ritëm. Shmangni njerëzit që flasin shumë dhe bëjnë pak punë. Ju nevojitet konkretësi, praktik, edhe nëse në doza të vogla. Nëse keni projekte krijuese, kjo është një kohë e mirë për të rregulluar, për të përsosur. Nuk ka nevojë për kthesa dramatike, ajo që nevojitet është thellësia. Ata që kërkojnë mundësi të reja mund të marrin lajme interesante midis të premtes dhe të dielës. Por mos merrni vendime impulsive, bëni pyetje, sqaroni dyshimet, dëgjoni instinktet tuaja. Tema e javës: emocionet në ekuilibër. Tema kryesore për ty është menaxhimi i emocioneve. Jo ti bllokosh ato, por të mos të mbingarkojnë. Sa herë që ndihesh shumë i lodhur, shumë i zhgënjur, shumë i ekspozuar, mos harro se ke fuqinë për të rregulluar rrjedhën. Mund të ngadalësosh. Mund të thuash jo. Mund të zgjedhësh se këtë dëgjosh, me këtë rish, ku të qëndrosh. Ndjeshmëria juaj është një dhuratë, jo një emet. Por vetëm nëse e përdorni si busull, jo si barë. Këtë javë, zgjidhni të mbroni veten pa u mbyllur në vetvete. Nuk duhet shumë, një gjest kujdesi për veten, një kufi më i qartë me të tjerët, një moment dëgjimi të thellë. Koha për të vepruar, rilidhuni me atë që ju ushqen vërtet. Qëllimi juaj konkret për këtë javë është: kushtojini të paktën 20 minuta në ditë një aktiviteti që ju bën të ndiheni në paqe me veten. Qoftë duke dëgjuar muzikë, duke gatuar me dashuri, duke shkruar një mendim, duke vizatuar, duke medituar, bëjeni pas përqendrime, sikur të ishte e shenjtë. Sepse është. Dhe gjithçka fillon nga e para që aty. Ai që kujdeset për botën e tij të brendshme, e ndryshon edhe atë të jashtme.